Dhe, Korab, para se të përmbyllim këtë intervistë, dua një pyetje lidhur me qeverinë dhe propozimin pra mandatarin e ardhshëm nga vetëvendosja Glauko Njufcën. Si mendon se do të shkojë ky proces tash edhe pas zgjedhjeve, sepse shpesh është të diskutuar nëse po i presin zgjedhjet, realisht për të parë edhe si do të shkojnë në zgjedhje lokale për ta pasur një farë bazamenti edhe për zgjedhjet e ardhshme. Si mund të jetë epilogu i kësaj çështje? Arta, mua më vjen të përsëritem gjithmonë, këtu nuk ka diçka të re. Kjo klasë politike është e aftë, domethënë vetëm për blokada dhe për zhbllokimet të blokada që vetë i bëjnë. Nuk janë të aftë për politika kombëtare, nuk janë të aftë të avancojnë, të drejtojnë ose të marrin një drejtim strategjik për vendet. Prandaj ne kemi kësi makinacioneve ku i nati një lideri e mbizotron interesin kombëtar të Kosovës, ku grupet e interesit menaxhojnë me deputetët, ku ka votë në Parlamentin e Kosovës, ku babai i jep dikton, deputetës votën e saj, ka nga më të çuditshme. Fatkeqësisht kemi edhe njerëz që me të kaluar kriminale në